Shtetet e Bashkuara dhe Irani duket se po afrohen më shumë se kur drejt një marrëveshje paraprake që synon uljen e tensioneve në lindjen e mesme dhe rikthimin e negociatave për programin bërthamor iranian. Sipas burimeve amerikane, palët janë duke diskutuar një memorandum mirëkuptimi që do të parashikojë mbushim të plot dhe do të krijojë bazë për një marrëveshje më të gjatë diplomatike në javët e ardhshme. Mediat amerikane raportojnë se drafti aktual u jep negociatorëve një afat prej 60 ditësh për të arritur një marrëveshje afatgjatë. Një zyrtar i lartë i administratës Trump ka konfirmuar se bisedimet janë në një fazë delikate, por me progres konkret. Memorandumi përfshin disa pika kyçe mes tyre ndalimin e luftimeve nga SBA, Irani dhe aleatët përkatës, ndërsa Izraelit i kërkohet të ndërpres ofensivën ushtarake në Liban. Dokumenti parashikon gjithashtu lirimin gradual dhe të kushtuzuar të deri në $20 miliardë asete iraniane të ngrira. Washingtoni kërkon që zhbllokimi i këtyre fondeve të mbajtura kryesisht në Katar të lidhet drejt për drejt me përparimin në dorëzimin e uraniumit të pasuruar nga Irani. Një tjetër element i rëndësishëm i marrëveshjes është rikthimi i shumë pritur i transportit detar në ngushticën e Ormuzit në nivelet e para të konfliktit brenda 30 ditëve. Negociatat për programin bërthamor pritet të nisin më 5 qershor në Pakistan dhe të zgjasin deri në 60 ditë. Gjatë kësaj periudhe, Irani do të lejojë të rifillojë eksportin e naftës dhe produkteve petrokimike, ndërsa SBA pritet të lehtësojë masat kufizuese ndaj porteve iraniane. Burime pranë procesit bëjnë me dije se negociatat po zhvillohen mes të dërguarit amerikan Steven Witkoff, Jared Kushner dhe zyrtarëve iranian si përmes kontakteve direkte ashtu edhe në ndërmjetësimin e aktorëve ndërkombëtar. Megjithatë, Washingtoni paralajmëron se në rast të dështimit të bisedimeve mund të rikthehen masat e forta ushtarake dhe bllokadat detare në rajon.